ofrohen në momentet kur kemi mos pajtime dhe divergjenca të mëdha. Me qenë se nuk mendoj që ndoshta një krahasim tipik i administratës ndërkombëtare të UNMIK-ut në atë kohë në Kosovë, nga se në faza kalimtare edhe me UNMIK-un ka qenë ashtu dikun 3 vjeçare, po pastaj zgjatja ka qenë deri në 2008. Dhe kjo është ajo problematika, mirët edhe ti mori lindor, që të jetë, unë fani Ugor, që të merret ky model që kanë pas problematiken me Indonezin, por besoj që internacionalizimi i kauzës palestineze ka arritur kulminacionin bashkë me atë që po ndodh në Gaza, dhe mendoj që sipas deklaratave edhe të Sven Witkofit, por edhe të presidentit amerikan, në takimin me liderët të 8 vendeve arabo-muslimane, ditën e martë, ka qenë, mund të them, kthesa e 21 pikëshit për çështjen e Gazës, pikëspari të ketë një anë pushim, dhe ky të jetë i përhershëm, jo i kufizuar në 60 ditë apo 90 ditë. Dhe dyta, lirimi të gjithë pengjeve, pa kushte, pengjeve izraelit, janë të dhënat që dikon 48 pjesëtar që janë kidnapuar nga Hamasi, 28 dyshohet që janë të vdekur, dhe 20 ende janë gjallë. Dhe e treta, po thëmë telegrafikisht pak shpejt, Hamasit mos përfshihet në qeveri, të lejohen ndihmat humanitare, problematika qëndron te çështja e këtyre ndihmave, kush të monitoroj dhe kush t'i kontrolloj ose t'i shpërndoj distribuimin e tyre. Përmendet një agjencie që u formu në fillim të vitit 2025, Agencioni Humanitar për Gaza, që ka pas shumë dilema, janë pjesë që kryesisht trupat e tyre të sigurimit janë forca amerikane dhe në Zvicër ka qenë regjistruar. Pastaj problematika do jetë kontingjenti i cila forca do hyjë. Parashihet që në territorin e Egjiptit, afër kufirit, me Rafën, të krijohet fillimisht një qendër për administratorin e ri. Unë nuk shpreh dilem për atë propozim, nuk kam fare dileme për atë propozimin që do jetë Tony Blairi, 72 vjeçari britanik, ish kryeministër, 97, që realisht e ka një përvojë, mirë po dilemat janë të palestinezët se e konsiderojnë që si njeri pro